Reforma në drejtësi u bë me bujë të madhe në vitin 2016, por përqendrimi i fokusit vetëm tek arrestimet ka sjell probleme tek hallka më e rëndësishme, gjykimi. SPA ka bërë shumë goditje të bujshme në vitet e fundit ku arriti të arrestojë ish-presidentin Ilir Meta, vendosi në arrest Sali Berishën, u arrestuan po ashtu kryebashkiaku Veliaj, ish-ministri Beqaj, ish-ministri Lefter Koka e të tjerë, por teksa SPA krenohet me arritjet, po vjet re një fenomen mjaft shqetësues, pasi dosjet kanë ngecur në gjykata. Për të qenë më të saktë, GKK po merr shumë kohë për kalimin e dosjeve për gjykim. Në shtator të vitit 2024, SPA mbylli dosjen Partizani dhe dërgoi për gjykim Sali Berishën, dhëndrin e tij dhe emrat e tjerë të akuzuar. Por dosja u zvarrit në dyert e gjykatës për plot 8 muaj, pasi vetëm në maj të vitit 2025 GKK vendosi ta kalojë për gjykim. Por teksa procesi nisi, ka gati një vit që seancat po zvarriten dhe nuk ka asnjë zhvillim në proces. Te kjo pjesë, rasti më skandaloz është ai i Fatmir Mediut. Në shkurt të vitit 2023, SPA mbylli hetimet dhe dërgoi për gjykim Fatmir Mediun për Gërdecin. Kanë kaluar 3 vite dhe procesi ndaj tij akoma vjon, teksa nuk dihet se kur do të përfundojë. Në fund të gushtit, SPA mbylli dosjen për Ilir Metën, Monika Kryemadhin dhe emrat e tjerë, por kanë kaluar 5 muaj dhe akoma nuk ka një vendim nëse dosja do të kalojë për gjykim. Për Ilir Beqajn u mbyllën hetimet për dosjen sterilizimi në mars të vitit 2024 dhe vetëm në shkurt të vitit 2025 dosja kaloi për gjykim, ndërsa për fondet e BE ka një vit që dosja ka shkuar në GKK dhe nuk ka nisur gjykimi. Për kryebashkiakun e Tropojës Rex Byberi, hetimet u mbyllën që në dhjetor të vitit 2024 dhe vetëm pak ditë më parë dosja kaloi për gjykim. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me zyrtarë të tjerë. Pra duket se është një skemë masive ku një pjesë e të akuzuarve e përdorin për të shfrytzuar paraburgimin, i cili njihet si një ditë e gjysmë dhe dalin më shpejt nga qelia pas dënimit. Mirëpo nuk kuptohet neglizhenca e GKK-s, e cila pranon çdo lloj teke dhe zvarrit pafund seancat.